Në vitet e 90-ta si roje në burgun e Prishtinës e burgun e Lipjanit. Punuan Boba Antonić, Nedica Çepić dhe Mirsat Ibro. 3 ish-gardianët po dyshohet se ndaj të burgosurve shqiptar ushtruan dhunë dhe kryen maltretime fizike dhe psiqike. Por jetimet e rënda që ndodhen në atë kohë ka të freskëta Ali Gjyliqi. Kanë ushtruar dhunë fizike, psiqike, maltretime, nënçmime, përdhosje, gjithçka ndaj burgosurve shqiptar. Gjyliqi tregon se e njeh mirë Tonicën, Çepiçin e Ibron. Këta gardian, kanë qenë pjesë e stafit të burgut të Prishtinës dhe Lipjanit. Dhuna e ushtruar ndaj burgosurve ka qenë me direktivat e drejtorit të burgut të asaj kohe, që ishte Lubomir Çimburović. Ata që keq trajtoheshin më së shumti, ai kujton se ishin pjesëtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ne ishim 2 grupe të burgosurve, grupi i UÇK-s dhe grupi i LKÇK-s. Posaçërisht ne 2 grupet kemi qenë objekti i trajtimeve tashpra, të këqija, shumë mizore të atyre gardianëve. Pas arrestimit të 3 të akuzuarve, Gjyliqi ka shprehë se më në fund drejtësia do të vihet në vend. Shpresoj që edhe këta të dënohen. Por nëse arrihet që urdhërdhënësit, udhëheqësit kryesor të vihen para drejtësisë, do të ishte arritur e madhe. Policia e Kosovës njoftoi gjatë së hënës se arrestoi 3 tashmë të dyshuarit. Të gjitha krimet ato dyshohet se i kryen në periudhën kohore 1998-1999 në burgun e Prishtinës dhe qendrën korrektuese të Lipjanit. Për veprën e njëjtë penale gjatë javës së kaluar është dënuar me 7 vite burgim ish-gardiani Dragisha Milenković.